Andi, për ta vazhduar më tej, raportet transatlantike tashmë në funksion të NATO-s pas samitit të Hagës. Besoj se ato janë akoma delikate, përtej se çfarë kanë hedhur në letër apo përtej se çfarë thonë. Faktin që presidenti Trump thotë që unë do të marr Kanadan, po duhet marr edhe Grenlandën, që janë dy vende anëtare të NATO-s dhe ai nuk e vë fare këtë në ekuacion, mendoj se është problematike. Por unë do të thoja nga samiti i Hagës ne kemi parë që ka patur deri diku një qasje më pozitive, ose të paktën Trumpi ka patur një qasje më pozitive në dialektikën e atij që ka bërë, dhe që ne kemi parë edhe se çfarë tha në konferencën për shtyp që do japi mbështetje për vendet e ndryshme të anëtare të NATO-s dhe për Ukrainën, ku e pam edhe kur u pyet nga një raportere, por ne siç kemi parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nën Trumpin janë shumë të paparashikuara. Dhe çdo gjë mundet të ndryshojë në kohët në vazhdim. Po aktualisht duket sikur situata po menaxhohet për sa i përket NATO-s dhe disa nga objektivat që atyre do kenë. Po a do jenë këto substanciale dhe a do jenë këto të qëndrueshme, ngelet për të parë se çfarë ka për të bërë Trumpi në vazhdim. Çfarë të bën, Andi, të dyshosh në vijueshmërinë e kësaj qasje të presidentit Trump dhe të administratës së tij, qoftë në raport me Ukrainën apo qoftë edhe në raport me NATO-n per se? Arsye sepse diplomacia që bën presidenti Trump nuk është ajo diplomaci klasike që neve jemi mësuar në posturën e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai çdo gjë e bën si një marrëveshje biznesi apo e bën siç bëjmë përpara në real estate. Qofse ne shikojmë dhe nga analiza që ai i bëri që pse Spanja nuk do kontribonte, ai tha unë jam duke bërë një marrëveshje tregtare me Spanjën dhe do t'i detyroj ata që të arrisin në qoftë se nuk e nënshkrojnë. Po ajo nuk është mënyrë qasje, sepse ka shumë arsye pse Spanja nuk mundet të arrisi deri në 5% siç e kanë parashikuar, siç nuk mundet të arrisi edhe Slovakia dhe shumë vende të tjera. Kështu që këto janë ambicie, po për sa kohë nuk do kenë edhe rritje ekonomike dhe kenë të vështirë që ta bëjnë këtë. Dhe mbi të gjitha duhet të ketë edhe mbështetje në shoqëri. Edhe kjo më besoj që më vën dyshim. Ana tjetër është pastaj në qoftë se Donald Trump do bëjë një marrëveshje që duket që është drejt një marrëveshje për të shkuar me Vladimir Putin, diçka ka për të dhënë. Dhe një nga kërkesat që Vladimir Putin do t'i bëjë natyrisht është që marrëveshjet që kanë transatlantike duhet të jenë më të dobta. Dhe Trumpi për mendimin tim, çfarë ai ka më shumë probleme dhe çfarë atë e shqetëson më shumë, është traktati për sa i përket menaxhimit të armëve nukleare, që ai si traktat mbaron së shpejti, që është në vitin që vjen, dhe ai atë ka goxha problem, dhe që Shtetet Bashkuara kanë goxha problem. Dhe mendoj ajo do jetë një nga pika që e shqetëson më shumë dhe që ka për ta ngritur, sepse vitin që vjen neve do shikojmë që G20 ka për të bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku Trumpi do jetë ai që ka për ta mbajtur. Dhe pjesë e diskutimit kryesisht ka për të qenë ajo, dhe unë mendoj ai do jetë samiti më i rëndësishëm që neve kemi përpara për sa i përket rendit të botës. Po.